Avokat, prej datës 12 ka hyrë në fuqi sistemi i po themi regjistrimit të kalimtarëve nëpër aeroporte dhe porte përmes sistemit automatik të regjistrimit të pasaportave. Çfarë është si sistem dhe çfarë do thotë kjo për udhëtarët? Është e vërtet, kemi nga data 12 prill që ka hyrë në fuqi për të gjitha vendet të cilat janë në Bashkimin Evropian, doganat të cilat ndodhen në porte, aeroporte, apo edhe në pikat kufitare. Tashmë qytetarët të cilët futen në këto vende duhet që të fotografohen, pra ky sistem ndryshe quhet EES, i cili ka të bëjë me regjistrimin e gjithë qytetarëve të cilët janë në zonën Schengen, pra ato qytetarë të cilët kanë mundësi të lëvizin si qytetarët e Republikës së Shqipërisë, qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut, qytetarët e Kosovës, Republikës Kosovës, Malizi dhe shumë vende të tjera të cilat janë në regjimin e kalimit, regjim të pjesshëm që jemi edhe ne, duhet që me patjetër të bëjmë të regjistrim. Ky regjistrim bëhet vetëm një herë, që do të thotë qytetari që kalon për herë të parë dhe nuk është regjistruar në këtë sistem, duhet të paraqesi gjurmët e gishtave, duhet të bëjë dhe një foto dhe sa herë që të kaloj në këto pika pasi ka bërë regjistrimin, ai duhet të identifikohet me gjurmët e gishtave, por edhe me foton e tij. Pra duhet të skanohet me të dy këto element. Kjo është bërë për shkak sepse ka pasur shumë probleme, parregullsi, qytetarë të cilët merrin identitetet, qoftë në mënyrë në bashkëpunim me qytetarët të cilët kanë mundësi për të lëvizur, por edhe ka qenë një veprimtari e organizuar nga grupet kriminale të cilat kanë pas si qëllim trafikimin e qenieve njerëzore. Kurse me këtë sistem, ne tashmë do të kemi mundësi, pra do të kemi një kontroll të shumëfisht, përveç se pasaportës që është një mjet identifikimi i nevojshëm për të kaluar, por edhe një skanim i fytyrës dhe i gjurmës së gishtave. Pra kjo do të jetë më tepër për sigurinë e kufive të Bashkimit Evropian, por natyrisht që do të lehtësojë edhe mundësinë e kalimit edhe për qytetarët e këtyre vendeve. Avokat, ka pas shumë problematika në disa prej aeroporteve kryesore të Europës, ku disa qytetarë për shkak të këtij procesi kanë humbur dhe avionët. Cila është mënyra e duhur që ti ta realizosh si këtë proces për herë të parë? Patjetër qytetarët të paktën duhet të shkojnë një orë para, nëse kanë atë kohën e përllogaritjes për bërë check-in në aeroport që aty duhet të jesh minimalisht 90 minuta përpara, duhet të llogarisin të shtojnë edhe një orë, pra 2 orë e gjys deri në 3 orë të jenë përpara në mënyrë që mos të ketë ngjeshje, sepse ka probleme sistemi, duke qenë se është një sistem i cili faktikisht ka që në fundin apo në muajin tetor, nëntor të vitit 2025, i cili filloi por nuk ishte i detyrueshëm, pra ishte në fazën e pilotimit, tashmë ne jemi në një fazë të detyrueshme. Ata qytetarë të cilët nuk e kanë kryer të procedurë duhet me patjetër që ta kryejnë. Por duhet marrin konsiderat që afati të paktën 3 orë duhet të jenë përpara pikës doganore me avion apo me tragesë, sepse aty janë orare fikse, sepse qytetarët që lëvizin me automjete apo me autobus janë të detyruar që autobusi apo automjeti është në dispozicion. Pra, gjithmonë duhet të jeni 3 orë përpara në mënyrë që mos keni këto problematika. Lidhur me rimbursimet, qytetarët duhet që t'i drejtohen, pra duhet që t'i drejtohen me ankesë pikës doganore, pra në rastin konkret pika doganore ku ata do të bëjnë kalimin në mënyrë që të bëhet një rimbursim i biletave, sepse
kjo nuk është për faj të qytetarëve, por është për fajin e shteteve të cilat kanë sjell këto vonesa. Natyrisht që ka pasur edhe probleme me pajisjet, me mos funksionimin e tyre, problematika me skanimin dhe shumë gjëra të cilat nuk varen nga qytetarët. Pra kemi pas qytetarë që kanë mbajtur përpara afatit për të bërë të regjistrim, por nuk ka punuar mirë pajisja dhe kam pritur që të riparohet kjo pajisje dhe të futet në gjendje optimale apo në gjendje funksionale. Çfarë lehtësirash tjera ka ky sistem? Lehtësirat e tjera janë që nëse ne regjistrohemi për herë të parë, ne nuk kemi asnjë problem kur të kalojmë, pra me njerë do të kaloj pasaporta, do të vendosim shenjat e gishtave dhe do të skanohet fytyra jonë. Pra nuk do të kemi ato pyetjet e vazhdueshme të cilat na bën në pika doganore që ku do shkosh, për çfarë do shkosh, ku do rish, sa do rish e tjera me radhë. Pra do ketë burokracira të cilat kanë qenë në mënyrë mekanike dhe i kanë lodhur qytetarët, pra duke konsideruar si qytetar të dorës dytë, pra mënyra se si janë trajtuar shqiptarët në këtë periudhë, edhe ne pse ne kemi pasur dhe kemi mundësi që të lëvizim për afatin 90 ditor gjatë gjysmës së parë të vitit dhe gjysmës së dytë të vitit, tashmë ne do të kemi mundësi që mos të pyetemi në mënyrë të trash apo në mënyrë të bezdisur nga të punonjës të pikave doganore, por ajo çka është më e rëndësishme është që ne nuk do të kemi, pra identitetet tona nuk do të vidhen më nga grupet kriminale, sepse mund të kemi identitetet cilat janë vjedhur pa dijenin e qytetarit, janë bërë falsifikime të pasaportave dhe këto janë shitur tek qytetarët cilët përdoren, pra kanë pamundësi për të kaluar, nuk janë pjesë e regjimit të vizave siç jemi ne në zonën Schengen dhe qytetarët të cilët kanë nevojë për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Pra, do të kemi minimizim, kufizim të mënyrës së trafikimit nga organizatat kriminale. Dhe kjo është shumë pozitive edhe për kontrollin dhe për ruajtjen e kufive, pra për mënyrën se si do të procedohet në mënyrën e kalimit në zonën Schengen. Po lidhur me ata persona të cilët nuk kanë mundësi që ta kryejnë këtë regjistrim, pra po flas për moshat e treta apo edhe për individ të cilët për shkak të aftësive ndryshe nuk mundet ta realizojnë këtë proces. Çfarë ndihesh kanë? Lidhur me moshat e treta, pra aty kemi një asistim në momentin që ne kalojmë në pikën doganore, që do të thotë tek pika e policisë kufitare të vendit ku ne do të kalojmë, pra nëse ne do të kalojmë në aeroportin e Fiumicinos të Romës, atëherë aty kemi tek sporteli, kemi një punonjës i cili merret me kalimin e pasaportës dhe një punonjës i cili asiston këta qytetarë. Pra lidhur qoftë me persona të cilët janë me aftësi ndryshe, të cilët mund të jenë në karrocë, pra kanë një përshtatje për sa i përket lëvizjes, por edhe për ata të cilët janë në moshën e tretë. Gjithmonë kemi qytetar apo kemi punonjës të cilët i asistojnë këto grupe të cilat duhet kalojnë, por nuk kanë mundësi që të kuptojnë se si funksionon kjo procedurë, por jo vetëm për këtë target group, por për gjithë qytetarët, sepse ne natyrisht që nga ana teorike e dim se si funksionon dhe si procedohet, por nuk dim që t'i përdorim këto pajisje. Pra kjo asistencë është për të gjithë qytetarët. Pastaj, në momentin që ne jemi të regjistruar, atëherë do ta kemi më të lehtë, sepse në momentin që japim pasaportën, aty skanohet, vendosen shenjat e gishtave dhe kemi një aparat tjetër i cili na skanon fytyrën. Dhe kjo e bën shumë herë më të lehtë herën tjetër, pasi ne të jemi të regjistruar. Avokat, faleminderit shumë për intervistë. Ju falenderoj shumë për mundësinë.